Edhe qarku i Korçës është përfshirë nga rreshjet e shiut gjatë 24 orëve të fundit, rreshje të cilat kanë qenë me intensitet deri mesatar. Sa i takon qarkullimit në akset rrugore, deri në këto momente nuk raportohet asnjë problematik, ndërkohë që situata është në monitorim të vazhdueshëm nga strukturat përkatëse. Sa i takon furnizimit me energji elektrike, në 4 zona ka shkëputje të saj për shkak të erës dhe rreshjeve të shiut. Bëhet fjalë për zonën e Vithkuqit, Podgozhanit, Ersekës dhe Leskovikut. Nga bashkitë e qarkut nuk raportohen problematika serioze, ndërsa 2 episode të izoluara, një në bashkinë Kolonj dhe tjetri në aksin Ersek-Leskovik, ku grumbulluan inerte në rrugë, u neutralizuan falëndërhyrjes së shpejtë e ekipeve në teren. Rreshjet me intensitet mesatar kanë krijuar prezencën e ertesh dhe grumbullime ujrash edhe në disa segmente rrugore, por sipas autoritetit rrugor shqiptar rajoni Qendërlindje, të gjitha akset janë të hapura dhe qarkullimi vijon normalisht. Ndërkohë në monitorim të vazhdueshëm ngelet aksi i ri i Qukës Qafpllocë, një prej traseve më të ndjeshme gjatë motit të keq. Sa i takon furnizimit me energji elektrike, OSHE bën me dije se 776 abonent janë aktualisht pa energji, si pasojë e erës dhe rreshjeve të shpërndara në fiderat e Vithkuqit, ku pa energji janë 289 abonent, fideri i Podgozhanit me 130 abonent, fideri i Ersekës me 100 abonent dhe ai i Leskovikut me 257 abonent. Fatmirësisht linjat që furnizojnë konsumatorët e rëndësisë së veçantë funksionojnë pa probleme, ndërsa hidrovori i Pogradecit raportohet në punë normale, duke shmangur rreziqet për përmbytje. Grupet operative të OSHE dhe strukturave vendore ndodhen në teren prej orëve të para të mëngjesit dhe po punojnë për rikthimin sa më të shpejtë të energjisë dhe garantimin e normalitetit në të gjitha zonat.